nga njerëzit e tjerë patjetër që do shkoj, do ta puthi nënën, mendon që okay, mundem të bërë diçka të mirë, meritoj që të marr dashuri edhe të jap dashuri tek nëna ime sepse e shlyva gabimin që unë bëra që në mëngjes. Nëna mundet të ketë bërë gjëra shumë të mira. Ti ulesh në tavolinë, ky person ulet në tavolinë, i bie luga poshtë. Nëna i ka përgatitur gjithçka, me nënën është në rregull, i bie luga poshtë. Kur mundohet që të ulet, të marrë lugën poshtë, përplas kokën tek tavolina, tek cepi, i dhëmb. Guri është aty. Guri në nënvetdijen e tij është aty. Çfarë do ndodhi? Tek nëna po prap. Dhe çfarë do bëjt nesërmen? Rrogozi. Pra janë disa aspekte të cilat njeriu duhet patjetër që t'i kuptoj dhe unë do t'ju jap mënyrat me eksperiencën time se si të bëhemi kontrolli i vetes ton, kontrolli i qenies ton, si të vlerësojmë veten ton përpara të gjithë situatave, si të jemi ajo drita që neve duam të jemi, atë dritën të cilën neve e kërkojmë nëpërmjet lutjeve tona dhe që kërkojmë krijuesit ton, Zotit ton, që t'na japi dritë, na japi zgjidhje, duhet të bëhemi ajo ena që e mbajmë këtë dritën, sepse kur ti kërkon më shumë se sa ti mundet që të mbash. Dhe kjo është një thënie shumë e përhapur pra edhe nga fe të ndryshme që Zoti nuk të rëndon më shumë se sa ti mban. E përkthyer në atë që unë dua të them, nëse ti ke një enë kaq të vogël dhe kërkon një bekim kaq të madh, ky bekim i kaq i madh nuk do të bënte asgjë tjetër përveç se të dëmtonte enën tënde të vogël. Do të thyente, nuk ka pesh ena jote e vogël, nuk ka të peshën për të mbajtur të gjithë këtë bekim kaq të madh. Dhe çfarë bën? Ti mërzitesh me Zotin, nuk ma jep, nuk e bën, stafirullah. Dhe këto gjëra unë dua që t'i diskutojmë. Mësimi për sot, videoja ime e sotme është vetëm për t'ju bërë që juve të nxirrni çfarë janë ato gura lecët e vegjël që ju qëndrojnë nën këpucë, që ju qëndrojnë her pas here. Po ju jap edhe një rast tjetër. Në momentin që juve keni një person i cili ju i jep energji shumë të mirë, keni një person i cili është i mirë, nuk është rasti që unë përmendoj ky personi që po mundohet t'ju bëj të mira pasi ka një histori mbrapa. Keni një person i cili ka gjithçka që juve do doni që ta kishit. Keni një person i cili ka le të themi, unë jam vajzë, ka një vajzë e cila ka burrin, ka fëmijë të mrekullueshëm, ka një shtëpi, një vilë, ka pasuri, është shumë e zgjuar, ka është e shkolluar, burrin e ka të shkolluar, është shumë lart, pra është gjithmonë e butë, është gjithmonë e dashur, është gjithmonë e qetë, është gjithmonë okay, bën pushime, e ka jetën realisht, po them realisht, jo në dukje, si ato dukjet e Instagramit, realisht jeton shumë mirë. Okay, është e lumtur, merr dashuri, jep dashuri, është çdo gjë në rregull me atë. Mund të ndodhi që mua, ky person pra, që po e shikon këtë ngjarje të realizuar jo tek vetja e vet, por tek tjetri, mund të ndjej një xhelozi që nuk e kupton nga çfarë dreqini vjen kjo xhelozi. Ky person nuk po bën asgjë të keqe përveç se po të jep një pamje vizuale se si mund të duket jeta jote, nëse Zoti, nëse krijuesi jon i ka dhënë, ka shumë të lehtë që t'ja japi kësaj vajzës që kemi përballë ose që kemi një marrëdhënie me të, pra një marrëdhënie shoqërore. Kjo i ka të gjitha, ja ka dhënë Zoti të gjitha. Kjo është një shpresë për ty që po e shikon, kaq afër po të vjen bekimi, okay? Kaq afër e ke bekimin. Po e prek bekimin, po e përqafon bekimin. Ky është një person i cili ka bekime nga Zoti dhe që ka bekime nga krijuesi, ato gjëra që ti do. Në momentin që ti po i shikon, thash aty ku shkon fokusi, atje shkon edhe energjia jote. Dhe në momentin që ti shikon një çështje të tillë, pra mund të ndodhi që ti të kesh xhelozi, unë dua ta shoh keq, unë dua që kjo nuk i meriton, pse kjo e ka patur jetën shumë të lehtë. Janë të gjithë të gura lecët që neve kemi patur ditë pas dite në jetën tonë dhe që na kanë futur atë të keqen, le të themi energjinë jo të mirë, jo që na shërben. Okay? Nuk është e frikshme, është diçka që neve nuk na duhet. Nuk duhet që të keni frikë. Thjesht nuk ju duhet ajo lloj energjia, nuk ju duhet një aspekt negativ. Ky person që i ka të gjitha është
Një shembull që Zoti po ju a vendos përpara syve në mënyrë që të shikoni që a e doni këtë gjë, pra është një pyetje që juve ju vjen, a e do këtë gjë, a të pëlqen kjo gjë? E kupton? Dhe mund të thuash më pas, po, kjo është ajo gjë që unë dua, e dua për veten time këtë gjë. Kaq mjafton. Ky është një model që po të jepet, pra një si preview i jetës tënde. Okej? Dhe është shumë e thellë, ta mendojmë, por është shumë e thjeshtë nëse e praktikoni ditë pas dite. Pasojat që vijnë nga xhelozia janë vetëm kaos në jetën tonë. Kaos, asgjë tjetër. Dua që në komente të shënoni cilat janë disa nga këto guralecat që juve ju kanë ngecur vit mbas viti, ditë mbas dite, gjatë gjithë jetës tuaj në këpucë. Do doja që të diskutonim në mënyrë që unë do t'i shikoj të gjitha mesazhet dhe do të mundohem që t'i jap përgjigje në një video të radhës, ose edhe në komente. Nuk dua në këtë kanal që të bëj skip asnjë prej komenteve tuaja, do t'i shikoj të gjitha komentet dhe do t'ju jap një përgjigje ashtu siç unë e mendoj dhe me këtë mendësi të cilën po e ndaj me ju, sepse mendoj që shqiptarët janë një popull shumë i fortë, një popull shumë i fuqishëm, një popull i cili ja del gjithmonë, edhe këtë e kemi parë, nuk jam unë ajo që duhet ta them këtë gjë, sepse e kemi parë, pra nuk po e them unë për çfarë do lloj arsye. E kemi parë se sa të zot janë shqiptarët kudo ku shkojnë. Kanë çarë të gjithë shtetet, të gjithë dyert e emigrimit, i kanë shqyer dyert e emigrimit dhe ja kanë dalë. Okej, por ka disa gjëra, ka disa shtypje të cilat neve si popull i kemi dhe që vazhdojnë që të qëndrojnë brenda nesh dhe nuk dua që të flitet keq për shqiptarin kur shkon në një vend tjetër. Kemi rastin në të cilin shqiptarët shkojnë punojnë tek shqiptarët. Janë fjalët më të këqija të mundshme të cilat unë mundem të dëgjoj. Kur shqiptari shkon punon tek shqiptari, thonë të gjithë mos. Unë nuk e dua këtë gjë dhe dua që të kuptoj shqiptari ato problematikat të cilat unë i kuptoj tek ne si popull, tek të gjitha aspektet të cilat unë i shikoj tek populli jon, qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipëria. Ka disa aspekte të cilat neve na rëndojnë mendsinë edhe që na kanë rënduar dhe normalisht që duhet patjetër një person nga populli që të kuptoj popullin e vet. Të huaj patjetër nuk mundet të flasin duke mos e ditur dhe duke mos e jetuar historinë tonë dhe nuk mund të flasin ose çfarëdo që të flasin, who cares, sepse nuk është se jetojnë edhe kanë jetuar edhe i dinë problematikat e vendit tonë edhe të shqiptarëve, pra pavarësisht se secili ka të jetën e vet, por jemi një komb i cili ja vlen shumë që të përmendet për mirë dhe dua që këto guralecat neve të mundemi sa më shumë, unë të kem mundësinë që sa më shumë vetave t'ja heqim këto guralecat. Pra, unë e dua këtë gjë dhe jam shumë e bindur dhe kam shumë besim që fjalët e mia do shkojnë aty ku duhet. Do doja që të bëheni subscribe, të bëhemi një komunitet shumë i mirë, që të shërojmë njëri tjetrin dhe të vim në ndihmë njëri tjetrit. Bëni subscribe dhe më ndiqni për videot e radhës, e cila me shumë mundësi do të frymëzohet nga të gjitha rastet të cilat do të shkruani juve këtu poshtë. Shihemi në videon e radhës. Tschüss!